A i dini që në revoltën e Spaqit të dënua me vdekje edhe një qen. Të artit që para varjes shqiu yllin komunist në repartin 303. Revolta filloi më herët me historinë e dy vëllezërve, Gjok dhe Pal Zefi, të burgosur në kampin e Spaqit, të cilët punonin në minjer në dy turne të ndryshme. Gjoka ishte në turnin e parë, ndërsa Pali ishte në turnin e tretë. Në mëngjesin e ftohtë të shkurtit të 1973, kur të burgosurit përreshtoheshin për të nisur për në minjer, Gjok Zefi mbante një shall. Nga më të urryerit e shërbimit, Pjetër Koka i kërkon ta heqë duke thënë se është veshje civile e ndaluar në burg. Kjo shpërthej një konflikt. Në të njëjtën kohë, Pal Zefi, i cili po rikthehej nga galeria, shikon teksa vëllai i tij po kishtrajtohej dhe kështu nisi incidenti i parë. Pas këtij incidenti, të dy vëllezërit dërgohen në izolim. Izolimi duhet të ishte një muaj, por për këta të dy zgjat shumë më tepër. 20 maj, Pal Zefi kërkon zyrtarisht të lirohet nga izolimi, duke thënë se mbajtja e tij ishte jashtë ligjit, por përgjigjja ishte negative. Dhe gjatë natës, sipas disa dëshmive, pra izolimit të qelisë së Pal Zefi ishte keq e mbyllur ose harruar hapur. Pal Zefi del nga qelia dhe bashkohet me të burgosurit e tjerë. Kur policia përpiqet ta marrë përsëri, të burgosurit refuzojnë ta dorëzojnë dhe kështu nis përplasja e parë e hapur në kamp. Në 21 maj, në mëngjes rreth orës 5:30, shpërthej një përleshje fort mes të burgosurve dhe policëve. Tensioni ishte aq i lartë dhe revolta kthehet e përgjithshme.